Rreziku i vërtet i buxhetit të Shqipërisë, në fakt mina me sahat e buxhetit të Shqipërisë janë kontratat e koncesioneve dhe partneritetet publike-private. Të gjitha këto kontrata, përveç se janë thelbësisht korruptive dhe janë mbi gjysma e tyre në hetim, ato janë një pasqyrë e qartë të mënyrës se si funksionon sistemi socialist. Secila prej këtyre kontratave ka një taksë që është taksa korrupsionit. Është një taksë e cila ja ka rritur vlerën në mënyrë fiktive dhe e kanë çuar kontratën e koncesioneve dhe partneritetit publik-privat në totalin e pothuajse gjysmës së produktit të brendshëm bruto. Ky alarm është paralajmëruar nga FMN-ja në vite për rrezikun fiskal që kanë këto kontratat, për faktin që një pjesë e madhe e tyre sot janë duke u financuar edhe nga sektori bankar, duke pasur parasysh edhe rreziqet që sjellin këto kontrata, atë që çonke nën kontraktorët, atë që çonke biznesi, të cilat janë kontrata që për 30 vitet e ardhshme do të rëndojnë mbi buxhetin e shtetit dhe do të rëndojnë mbi shpenzimet e qytetarëve shqiptar. Mbledhja e taksave nuk shkon më shumë se 29% e produktit brendshëm bruto. Nuk është rritur. Megjithse taksat janë rritur, megjithse është rënduar ngarkesa mbi qytetarët, ndërkohë që vlera e këtyre kontratave është rritur në vite dhe është sot bara më e madhe për buxhetin. Është bara e një sistemi i cili fatkeqësisht ndan sot pasurinë publike tek një pakic, është bara e një sistemi që ka kapur prej fyti ekonominë shqiptare, është bara e një sistemi që ne duhet ndryshojmë dhe duhet thyejmë. Po kontratat e koncesioneve janë fytyra e vërtet e qeverisë socialiste.